Nëse të pëlqen ky make-up, do të tregoj tani të gjithë hapat se si ta realizosh. Hapi i parë është gjithmonë primeri, tekstura ime që është plot me pore dhe gropa. Në momentin që vendos primerin, një trajtësohet, çfarë butësie që merr lëkura, ndihet si më ndafsh. Momenti për të aplikuar krem pudrën, e futim në ujë. Patjetër i ftohtë. Heqim te pricën e ujit, ta vendos tek dora. Provoj këtë metodë dhe jam e sigurt do të shohësh një ndryshim shumë të madh tek baza. Pjesën rreth syve do ta evitoj sepse do të vendos concealerin më vonë. Shiko se çfarë mbulimi natyral që ka kjo krem pudër. Ka një mbulim mesatar, por që duket kaq bukur. Do të vazhdoj me concealerin, do të vendos tek dora, vazhdoj e tamponoj komplet rreth e përqark syrit. Ndryshimi duket pak pudër të presuar dhe do ta vendos këtu, edhe tek pjesa këtu. Aplikimi i bronzerit përsëri me sfungjer. S'mund ta lëm hundën pa e puthur dielli. Kjo është një metodë për të treguar që na ka puthur dielli. Paleta që do të përdorim për syt me furçën që kemi aplikuar concealerin pak më përpara, do të pastrojmë pak këtë pjesën. Maskara. Vëlloj me vetullat. Dhe hapi fundit, buzët. Gjitha produktet që unë përdora janë nga Mesauda dhe me kodin Marina20 do të përfitoni 20% ulje. E shikoni që kam menduar edhe për ju?